Ndryshe. Jeta vjen 2 herë në jetë. Po kujt e vajti mendja për të vjen 2 herë? Se një herë vjen drejt. Përshëndetje të gjithëve, si keni ardhur në Ndryshe në Top Albana Radio me Elona Duron. Ne me Salsano Rapi 2 orë me ju për ju në programin e pasdites së të martës, që po ta mendosh sot është edhe data 13 edhe ditë martë. E ditë martë, nuk ka më mirë se kaq. Në me s'ke fare lidhja Mua as gjatë me e mira më ka 13. ndodhur gjithmonë të martave, që ta dish. Po mirë, po 13 e martë. 13 është shumë mirë. Shumë bukur Ç'është është. 13? Kush e ngjiti 13? Shumë mirë ka ecë mu dita sot. Nga fillimi deri në fund, vetëm pra. shumë pagesa gjë. Edhe unë vetëm ka qeras, nga dreke puna. Qeras e blini, erdha këtu në qeras e ti. Ka fat e Robi. E shikon e Marta për ty funksionon. Ndryshe është tani dhe ne do të jemi bashkë deri në orën 20. Sigurisht ne nuk mund t'i ndalemi ta na shkalojmë ngjarjet e ditës që është aktualiteti dhe që janë zgjedhjet dhe votimet. Nuk e di për juve që ju ka ardhur në majtë të hundës shifrat, votat, numërimi, lidhje direkte, kontestimi, diku qetësi, diku zhurmë, diku vjen policia, diku fitore e madhe, diku fitore e thellë, diku mërzi, diku lumturi. Po tani ti këto u lumturove? Ti votoje kështu për shoqni apo votoje për veten tënde? Shiko, pritje të përgjigjem pyetjes parë. Okej. Unë as nuk u lumturova, as nuk u mërzita. Për mua nuk është se politika në jetën time ka lidhje të drejtë për drejtë. Sigurisht më vjen mirë që vendi ka ndryshime, vendi ka përparime dhe i atribuohen shumë prej atyre që janë në pushtet. Nuk e di se si do të ishte ndryshimi, por unë do doja, unë jam edhe për ndryshime. Edhe jam për ndryshime, por edhe kam atë frikën që shumë raporti me familjen si e ke ti për shkak se të shkëlqyer. Jo, raporti me familjen në drejtimin politik, kur ka votime për shembull, jeni të unifikuar apo jeni veçevec? Deri para 4 vitesh të unifikuar. Në përgjithësi jemi të unifikuar, jemi të gjithë në një mendje. Kur i mat ka qenë gjallë. Ma na tregon një histori të bukur se ti ke këto. Edhe ishte shumë i majt. Ishte shumë i majt. Kurse unë votoja djathtas. Edhe kishte një shoku im që ishte merresh me politikën, më tha mua, po sigurisht ashtu se më shumë se ty kë kam unë. Çfarë partie i përkiste? Nuk e tregoj. Po dhe mund ta them, s'ka asgjë. Po thuaj sa, jo, po të bukur. Për Partinë Çamë, do. Okej. Po ka vite kjo. Edhe çfarë ndodhi? I thash babit unë, ti do votosh për të shokun tim, i thash. Jo, tha babi. Çfarë flete kam dau mendjen. Unë kam gjithë jetën kam votuar një parti, do të thuash ti tani. Mirë tash, s'ka, do pse isha i vjetër, 80 ca vjeç atëherë. I shkreti. Edhe më tha po unë nuk shoh, thash, çoj unë ke kutia ç'ke. Vajt ke kutia, se Leo është më shoqërues, se i vjetër shumë. Po. Më tha mu ku është, më duket se ka qenë diku ke 24, a ka qenë PS-ja atëherë, nuk e mbaj mend. Edhe unë i thash, ja ku e ke, dhe ja çova gistin mu ke partia ti shoku ti. Që doje ti te partia. Ai e kuptoi në moment apo më vonë? Fare i vuri kryqin ai gjithë qef. Mas javë i thash unë, ti ke votuar, po pse ma bëre këtë? Jo ti ta futën. Kështu e bëri dhe Koli jot jo. Jo, nuk e bëjmë kështu. Ne jemi akoma me Beni. Koli thash Beni. Koli është i xhemit. Koli është i xhemit. Se e takoj Kolin për ditë më shumë se Beni. Se Koli s'pata Koli. Qa ma Beni. Babi jot Koli dhe babi xhemit Beni. Jo, e kundërta imi është Beni Myslimshyrit dhe Beni papse po. Koli i xhemit. Se di. Ti s'e rakon fillim se kush është ky Koli. Koli pa ec pa ja prish, pastaj thash Koli, nesër. Gjithsesi kjo zhurma po venitet pak e nga pak. Kjo zhurma e këtyre, megjithëse televizionit janë të mbushur prap me informacione. Po, është një maraton. Po sot jemi ndryshe. Jo, po thosha në pjesën e gjithë zhvillimeve që kanë ndodhur, Top Channel ka qenë fantastik në këto zgjedhje. Si gjithmonë. Ka qenë spektakolar, me transmetim maraton, me një studio të jashtëzakonshme, me njerëz të ftuar, me zgridën që ka. Edhe një ekran që shkëlqen gjithmonë. Si Dorela gjithashtu, gazetarët në terren për t'u përshëndetur dhe për duar trokitur. Unë sot i shkrova Muhamet Veliu dhe Kristi Gongo duke i dhënë gjithë përgëzimet, por në fakt janë gjithë gazetarët e newsroomit të Top Channel. Dhe gjithë spikat e lajmeve që kanë qenë me edicione të gjata të lajmeve. Absolutisht, në fillimet e mia në Top Media thoya o zot inshallah nuk më kap lapsi të jem në një nga qytetet, nuk e di kisha një lloj kështu stepje dhe frike në votime, domethënë të ndiqja ngjarje të tilla, edhe pse nuk i përkisja politikës, po në raportime janë ka patur edhe nga kështu që mund të fiksonin. Pastaj unë e vogël e gjitha me radhë, po sot i them bravo edhe për guximin, për profesionalizmin, për një transmetim të shkëlqyer që Top Channel vendos sërish një gur suksesi. Po parë nuk rri pa bërë qok. Jo,
nuk më erdhi shumë natyrshëm, më beso. Më erdhi shumë natyrshëm, se me Salsanon sot po mendoheshim, po flisim me njëri tjetrin kë do të ftonim, ndoshta një kandidat, ndoshta një fitues, ndoshta një njerëz që ka qarkulluar shumë në rrjetë, është bërë viral, apo ndoshta ndonjë nga kolegët tan gazetar, dhe duke qenë në këtë situatë, më vjen të jap një duar trokitje topit. E di pse thash qok? Nuk është qok në kuptimin e keq fjalës. Po gjithë brenda e kanë një falënderim ose një gëzim apo një vlerësim për atë që ndodh në Top Channel. Po në përgjithësi njerëzit janë më të tërhequr, nuk e thon. Janë disa gjëra që jo duhen thënë, po duhet britur zëri. Më vjen shumë natyrshëm dhe nuk e them për asnjë lloj gjëje. Edhe sikur, bravo qoftë që thua dhe i lum të gjithë atyre që kanë punuar për këtë fushatë zgjedhore. Janë ende, si është situata tani? Janë ende në numërim, duket se fillojnë edhe për kandidatë tani. Për si kandidat është ti. Tani është lufta midis njëri tjetrit, kush ka marrë më shumë, kush ka marrë më pak. Ama duhet thënë që këto zgjedhje edhe këto votime të së dielës kanë sjellë edhe momente shumë të lezetshme, të bukura, argëtuese. Po, madje ti ke përgatitur disa gjëra të lezetshme, por gjithsesi do të themi të gjithë aty që po na ndjekin këto momente, sepse do argëtohen me ne një 2 orë në valët e Top Albania Radios. Sot do të kemi ftuar një personazh shumë interesant. Shumë është. Sa karizmatik, aq edhe problematik. Sa simpatik, aq edhe nevrik. Këtë simpatikun ja njoh, po këtë nevrikun nuk. Nevrikun? Pa i nevrikun ka parsor, simpatikun e kam brapa. Po sa kam parë. Do jetë do vinë një aktor i teatrit kombëtar, po dhe një lojtar i fort i Big Brother VIP 4 të fundit. Edhe një djalë që merr vesh shumë nga politika dhe her pas here ka ngritur zërin e tij në studio të ndryshme dhe në panele. Ne thamë që do transmetonin këngë se është thjesht hapja, po ne nuk na del koha për të transmetuar një këngë në këtë hapje, se është gati momenti për të shkuar në publicitet. Po do ta themi emrin? Jo, ta themi pastaj. Do ta themi tani se kemi edhe pak sekonda para se të ndahemi për hapësirën publicitare. Është Laert Vasili. Laert Vasili do jetë në studio me ne pas pak. Ishte shumë e bukur të vinte i shoqëruar me mamin, me Rebekën. Po ishte e pamundur që ai vinte. Gjithë thonë Rebeka, ajo ka Rebeka. Me v, Rebeka. Nuk kishte e mundur zonja të vinte dhe pse kishte dëshirë të na bashkoheshe, do doja shumë ta njihja nga afër për jetën e saj, bion e saj, punën e saj, gjitha shumë sigurisht që u bë simpatike. famshme nga shpreha e saj që e përdori dhe Rama. Sagapao, e përdori dhe Rama. Kur shkoi në Dropull, ku shkoi nga Gjirokastër që tha Sagapao. Po mi ne mund të themi Laert ti ta marrin telefon një moment. Po e themi, edhe mund të themi. Për momentin shkojmë në publicitet. Kujtoj Dancing with the Stars. Po kur mendoj kanë qenë një javë e bllokuar. Por gjithë bota ka parë Shqipërinë e bukur. Mua ka pëlqyer shumë kjo java e bllokuar. Po para se të shkojmë tek Giro d'Italia, më lejoni t'ju jap edhe një herë këshillën dhe sugjerimin tim për setin më modern të epokës. Syt dhe veshët, syt do thon ke makinë në YouTube edhe veshët tani që po dëgjoni live. Është Magic Filter Set nga Edis BioCare, lëkura që s'ka nevojë për filtr dhe nuk keni nevojë kur të publikoni një foto në Instagram për të vendosur filtrat që herë pas here jemi mësuar ti vendosim, sepse me Magic Filter për 12 ditë lëkura juaj pëson një ndryshim drastik shumë e ndjeshme për gjithë ata që e përdorin në mënyrë korrekte. Ka 1% niacinamid dhe vitamin C që janë dy komponentët më kryesorë për të patur një lëkurë të shkëlqyer dhe të hidratuar, me kolagjen gjithashtu nga Edis BioCare. 2 dyqanet kryesore janë në Tiranë dhe në Durrës, por gjithashtu e gjeni dhe në Instagram Magic Filter Set, lëkura që s'ka nevojë fare, po fare për filtra. Po ju gocat sa avantazhe që keni me. Po mos thjesht vetëm për gocat, edhe për çunat, po ju ja varni kësaj historie edhe për çunat. Thoni pastaj pun gocash. Do po lyva unë me atë, s'ka nevojë për filtra. Uzo filtra në herë. Kështu, po son një. Hajde. Kthehemi te Giro d'Italia që ishte fantastike, po kam një pyetje. Po. Pse ju çan gomat aq shumë atyre? Nga rrugët tona. Ju çan gomat? Çan shumë gomat. Jo. Edhe ju realizova, po patën sa probleme. Patën. Vetëm ai incidenti që u plas në ata 3 që ajo shtylla e ndriçimit. Ja më sa patën ndrimë goma. Ai keci i vogël që kaloi. Sa e bukur. Edhe kaq, s'kishte kështu incidente të tjera. Jo, incidente të tjera larg qoftë, po flas. E rëndësishme është që shumë vende të botës kanë parë mrekullitë e Shqipërisë, por edhe një vëmendje e theksuar tani që vjen
nga Shqipëria jonë e vogël. Çfarë bulimi kishin bërë ata gazetar, domethënë mua më rënqethej mishi kur dëgjoja për historikun e Tiranës, për Durrësin, për Vlorën. Kerajdu e pash për Vlorë, sigurisht. Domethënë ndjeja një lloj emocioni përveç se gjithë bukurive natyrore që na shoqërojnë në para syve, më dukej sikur po i shija dhe vetë për herë të parë. Aq bukur, filmimet ishin fantastike, regjia gjithashtu. Po kishte qenë një burr në rrugë, një nga, nuk e di, ke etapa dyta, jo ke individualja, ka ajo e para, më duket. Që kishte dalë, kishte trem njërin dhe kishte rrezu. Po, e dëgjova. Unë di dhe një histori tjetër. Një lab që i kishte thënë: "Na jemi bicikletë vlla, se shumë pas keni." Bicikleta atyre 200.000 euro. Se i shifte edhe që i ndronin kështu. Sa dy shtëpi në Vlorë. Një shtëpi, një bicikletë vlla. Pas ka shumë vlla, çita gjitha. Zoti, ishte shumë e bukur, por Shqipëria, domethënë Tirana do bllokohet pra pas nesër, edhe mbi pas nesër sepse vinë liderat botëror, europian, më saktë, në këtë summit. Kështu që njerëz, kështu që Lormiu që drejtën mëngjes. Të mërkurën darkë nisën për Lormiu. Ose në Sarand edhe jeni ra 2 ditë se dhe shkolla nuk ka. Unë jam kënaq me këtë bllokimin e rrugëve, me të drejtën. Unë eta 3 ditë në shtëpi me këtë Giro Italia. Jo, kam hec, jam kënaq nëpër Tiranë, gjithsesi do doja të lexoja diçka interesante. Të vë çik syzet se kam dhe, po që syzet e mi kam 3. Duke më bukur? Shumë bukur. Ua, sa bukur, ha? Pas e sytë e shiltimi? Ha me i poshtë, s'ki poshtë, je. 15 vjetë një. Ding! Kur kam qenë i vogël, mamaja më thoshte: duhet të hash të gjithë pjatën, se njerëzit në Afrikë kanë uri, ndërsa ti e ke ushqimin të gjithë në pjatë dhe nuk e ha. Dhe unë, që haja ushqimin me zor, dhe thosha me vete, sa shumë po i ndihmoj ata në Afrikë duke ngrënë gjithë pjatën. Me këtë ide, u shqeva dhe u rrita në jetë. Në moshën 35 vjeç, shkova në Afrikë. Shumë i gëzuar dhe krenar dhe i thoja të gjithë njerëzve që takoja atje: "Unë kam bërë shumë për ju, që kur kam qenë i vogël. Ja shikojeni, këtë bark kaq të madh e kam bërë vetëm për ju." Kaqës? Kaq. Duhet qeshur? Kishe bërë një bark të madh për gjithë ata që kishin uri në Afrikë, se si ti thoshte mamaja këtij që duhet hamte. Pa i 35 vjeç, deri 35 e ka dy gjumami. Deri 35 vjeç, çun mami pra. A kështu ta kisha për titullin, çuni mamit. Çuni mamit, po pra. Unë isha futur në atë gjendje kështu thashun, sa që na. Mika, se ka vënë tjetër vetëm për ty. E di ti e loni historinë e qenit me luanët? Luanët po organizon një dasëm të madhe dhe kishin shtruar një drek midis tyre. Dhe të gjithë po hanin mish. Aty në një qoshe shohin një qen që ushqente mish në dasmën e tyre. Ngrihen luanët dhe pyesin një tjetrin: "Ç'ne ky qen këtu në dasëm? Kush e ka ftuar?" Askush nga luanët s'dinte gjë. I shkojnë afër dhe e pyesin: "Po ti ç'kërkon këtu, në këtë dasëm luanësh?" Ngriti kokën qeni shkret dhe tha: "Mos më shikoni kështu mërdjem, se kështu në këtë gjendje se dhe unë luan kam qenë dhe jam, por kam 30 vjet që jam i martuar." Pse gjithmonë në fundi vjen për qesh. Po deri fjalit e para që luani hamish nuk është se kanë gjë për qesh. Po ki qeni po frisa kocka tani. Çfarë po bëj? Imagjino tani çfarë luanesh e ka për grua ky luani. Ta marr të mishin me vete se kam një gjengë në shtëpi. Ta marr të përzollën pa prej fare përzolla. Se kam një gjengë në shtëpi. Dhe siç po thoshim pak më parë që ne këtyre zgjedhjeve dhe këtyre ditëve të ngarkuara me politikën i kemi marrë disa video që kanë qarkulluar në rrjete, janë bërë shumë virale. Po si skemi më jam për shembull eci me një prej videove që do të na shfaqet tani edhe komentojnë. Po tani pak bazën ti. Të votosh në dollap, nuk e di. A kjo është bërë virale? Kjo është bërë super virale, po e komentonte edhe Grita gjatë transmetimit të saj, votimin në Lushnjë, që e ke për? Ha? Si është? Për tamam dom të fshet. Rudina më dëgjon tani? Mua telefonin vetët i
Fantastike fare. Nëna nga Lushnja Salsano, që nuk ishin ato. Kisha qenë shifja reagimin e Gritës. Grita Grita kështu. Jo, sa që ngel, po lidhe me Rudinën për të marrë më shumë informacion. Dgjoj, mua më duket zgjidhje e zgjuar në këto zgjedhje. Dollapa me votim. Zgjidhje e zgjuar në këto zgjedhje. Dollap. Po mjafton që mos shohë njëri që çfarë po firmos. Mban mend ti filmimet e para të votimeve, dilnin këto ditë filmimet e para se është votuar para 20 vjetësh, 30 vjetësh, edhe kanë qenë ato si me perde, dhoma me perde. Pastaj u bën këto kutitë e mëdha që ti fshihesh aty. Tani dollap në 2025 kavanos. Tani vetëm ajo kështu është. Sa atë me perde mbaj mend u futin çift se ai nuk dinte të shkruante burrë asaj dhe s'doli ja gjysmë. Ama ti futja kot. Kur doli që me barra. Kjo nëna nga Lushnja që ti dhe ishte ndru qeveria. Ishte shumë e bukur nëna nga Lushnja që votonte në dollap. Një nga gjërat që ka bërë përshtypje është dhe kjo tjetra. Kemi tjetrën? Sigurisht që kemi tjetrën. Ja do të na transmetoj tani. Wow, Saliani. Po këtë se kishim ne po. Po kisha e mora unë këtë. Ti e mora këtë? Po, shi Saliani, tani unë Salianin kam një kryesime. Salianin unë e mbaj mend që nuk kishte kaq shumë flok. Edhe është komentuar shumë në rrjet orë ku i ka mbyll flokët apo ke marrë çka ka thënë në intervistë? Jo, ka marrë për flokët. Se është komentuar shumë në rrjet që para se tyte atje nuk kishte flok, tani duket sikur ka bërë mbjellje. Me ka bërë dhe ka bërë shumë lezet, sa King është bërë. Bravo, jo po si ty 30 vjet po kështu të më vën. Po ndroj çik. Tani kur ta mbyllte emision, do të bëj do mbjellën flokët, të thuash, "Shi si hyri Salsano në Top Channel." Shi si doli. Nga Saliani pas zgjedhjeve. Shfrymëzime të tilla s'kam dëgjoj. Mua më ka thënë Eriona. Që me flokës do isha dashuruar kurrë me ty. Kështu që ke gjithë lezetin ashtu siç e ke lezetin tash çfarë muhabeti është. Ke nga gjoksi këtej. Tani, një tjetër video është, nuk e di, është ajo me gomar që transportohet, fshifet tani këtë. Në gomar kutitë e votimit që transportohet nga një fshat. Hape pak zërin. Po si mund ta, çfarë mund të bëj Eluna? Makina nuk shkon. Helikopteri nuk shkon. Votat në fshatin Bele, Ali Çaipi, sekretari i Biros Politike. Qytetit Fucit, votat transportohen me mush, midis varrezave, pa respekt hiç. Mes varrezave me mush, respekt për çfarë? Pa respekt që po kalojnë edhe në një tokë që te varreza. Aty është rruga, çfarë ti bëjmë tani? Po polici nga mbrapa. Po prandaj thonë që s'ka pse kontestojnë zgjedhjes, sa tre mund ta kanë qenë polici mas mushkës. A është për qa apo për çesh është pyetja? Kjo është për të menduar. Për çfarë? Kjo është për të menduar mirë që herë tjetër të bëj një zgjidhje më të hapet një rrugë, shkoj dikush atje se këtu s'ka as rrugë. Me atë rast hapet dhe rruga për fshatin. Te njësia 10 ku votoj unë e kishim elektronike. Mislim shyrë se. Jo jeni ato që dolën shpejt. Po, konfirm. Dolën shpejt, të nesme dhe ju. Po mi më prap aty taç, 3 taçe mbaroi e punë. Gjithsesi ka tjetër. Ku e ke shenjën që ke votuar? E paska, ë? Sigurisht. Kjo. Unë hoqa sot me dhunë. Unë mendoj që kjo është më e bukur, kjo e Braçës me xhaxhkën. Prit. Shumë se kur vota jon duhet të rjedh lum për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, për të mbajtur gjallë ëndrrën e atyre që thritën dikur një zëri, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Por edhe për gjithë ne që jetuam me shpresë. Dëgjoj. Kam përshtypjen që kjo është e montuar kështu për shkak të kësaj, sepse Braça ka pas tjetër problem këtu, besoj unë. Ku e di ti kushtat? Me sa di unë, Braça ka qenë duke u marrë me një kameraman që i thoshte që hajde mos filmo aty, filmo këtej, ai e bëri, ti me ty do merrem unë, edhe ka konciduar me këtë. Ishte per. Lutem shumë Lore, mos ma prish. Mos ma prish këtë fotografi, se është shumë e bukur. Po mirë. Atë mund t'i vëmë të digjiturën. Digjitura. Kemi pas dikur një në portokallin që thonë pirxh. Selirau. Selirau. Me Erion Braçën e kemi kontaktuar të dy sot se bëm pamundurën për ta patur në program, na premtoi që javën që vjen do të jetë në studio. Është një numërim sa si ç'kaputëm. Doja ta pyesje tek për tek me këtë Belin Kolliçin. Pse s'doli, pse s'ja mbajti? Është i vogël, është me peshë, është me peshë. Mirë, kemi edhe një tjetër se kjo është superstari i këtyre zgjedhjeve e kësaj fushate. Zegjine Çavushi. O gazi im, o ylli i PD-s, edhe sulm kibernetik më bëre sot mo. Deri këtu arrite. Kaq, fjalia parë në ditën e parë. O gazi im, o ylli i PD-s. Do jetë deputete kjo vajza? Ti e ke nesër në portokallin. Në vazhdim.